Publicisti Det Preqi ka reaguar lidhur me gjendjen aktuale në lidhjen demokratike të Kosovës pas humbjes në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit 2025, duke cilësuar këtë situatë si vazhdimsi të një rënjeje të gjatë politike që nisi pas ndarjes nga jeta të presidentit historik Ibrahim Rugova. Sipas Preqit, LDK-ja ishte një projekt historik dhe politik unik i ndërtuar mbi vizionin e Rugovës, i cili përfaqësonte një mundësi të rrallë historike si një shkëndijë e parë e pluralizmit politik, duke u prirë të gjitha partive të tjera në Kosovë. Humbjen që pësoi LDK-ja në zgjedhjet e fundit do ta komentonte secili që e ka dashur dhe e ka adhuruar këtë parti, që nga presidenti historik Ibrahim Rugova, për faktin se ky njeri përbënte një mundësi të rrallë historike si një shkëndijë e parë e pluralizmit politik, duke u prirë të gjitha partive të tjera në Kosovë. Preqi thekson se përjetimi i zhgënjimit pas presidentit historik Rugova do të ishte si diçka e papritur, që e ka ngulfatur këtë parti edhe pse në mesin e saj ka njerëz të dijes dhe kulturës, të ekonomisë dhe politikës nga të dy e gjinit, që timonin e kësaj partie mund ta drejtonte me sukses, dhe pse jo si dikur, por përsa afërmi, ashtu sikur do e meritonte ky subjekt politik. Ai kujton se pas shkuarjes në amshim të Rugovës brenda partisë nisën përçarjet. Një përpjekje apo rrëmuj brenda këtij subjekti politik do vërejë menjëherë që pas shkuarjes së presidentit Rugova, kur timonin e saj e mori doktor Fatmir Sejdiu, dhe sikur do ta kuptoni menjëherë se lideri i saj i vërtet që duhet ta udhëheqë këtë parti, akoma do të ishte në pritje, sepse as doktor Fatmir Sejdiu nuk mundi të qëndrojë besnik liderit historik Ibrahim Rugova, duke rënë prej disa matrapazëve politik brenda këtij subjekti. Duke folur për periudhën e udhëheqjes së Isa Mustafës, Preqi thekson, lakurisia për të cilën flitet tani do të fillonte mbas udhëheqjes së Isa Mustafës, kur kjo parti i përmbysi të gjitha rregullat e liderit historik Ibrahim Rugova, kuptimi i së cilës nuk mund të shprehet me anë të koncepteve të thjeshta të rebelimit të brendshëm të saj, ku gjithçka zhvillohet brenda një rrethi të ngushtë të udhëheqjes, që pavonuar bëhet Paterica Hashim Thaçit dhe PDK-s, e cila ja dha të mbrapshtën pikërisht fal kësaj marrëdhënie dhe nënshtrimi. Duke folur për leadershipin aktual të partisë, ai është kritik ndaj kryetarit Lumir Abdixhiku. Dhe tani ky është tregimi i fundit i ngjarë mes Lumir Abdixhikut, i cili ky i fundit përmes zgjedhjeve të 28 dhjetorit të vitit 2025, me rezultatin që fitoi kjo parti, tani e jep mesazhin më të qartë për të kuptuar se kjo parti është gjithnjë në rënje dhe do pësojë edhe më shumë me një leadership të tillë që po ua kalon paraardhësve të tij, me lojrat dhe formën që funksionon me këtë subjekt politik. Preqi thekson se gjendja brenda partisë është alarmante. Tani ka pse të shumta sepse kemi një gjendje dëshpëruese të saj, apo një përçarje brenda kësaj partie që kërkohet një leadership i ri, sepse një LDK që e nisi narrativën e saj si parti e parë pluraliste dhe demokratike në Kosovë, nuk e meriton që të bëhet lodër e fatit të vet dhe të nëpërkëmbet e ardhme e saj, duke mos e kërkuar një leadership të pranueshëm që do ta udhëhiqte këtë parti me dinjitet dhe me një rugovizëm, ashtu si e meriton. Duke analizuar rezultatet e zgjedhjeve, ai thotë, në zgjedhjet e fundit parlamentare që i fitoi LVV-ja me një rezultat të bindshëm ndaj kundërshtarëve të saj politik, po u duket si absurde, por mundësia e njohjes dhe përjetimit është në shesh që përputhet me realitetin, pa marrë parasysh reagimet e rivalëve politik. Preqi flet edhe për nevojën e një leadershipi të fortë brenda LDK-s. Shumë njerëzve të ngushtë të LDK, reagimet e tyre janë shumë të arsyeshme dhe të drejta, që do të favorizojnë një autoritet dhe një zë të fuqishëm në këtë parti, që nuk lejon të degradohen vlerat dhe ardhmja e kësaj partie përmes një klase shkatruese, që po rrëmond dhe rënon rrënjët e saj, duke pasur në gjirin e vet një pasuri të madhe të vlerave dhe kapaciteteve intelektuale, dhe jo duke mbetur anash pa u shfrytëzuar, duke vlerësuar situatën politike të vendit dhe rolin e LVV-s, Preqi thotë, përderisa partitë politike të vendit garuan me njëra tjetrën në zgjedhjet parlamentare të 28 dhjetorit dhe partia fituese në krye me Albin Kurtin, që e ka shumicën dhe mund të udhëheqë së bashku me Guxo Alternativën, si dhe me minoritetet pa listën serbe, janë të hapur për të bashkëpunuar edhe partitë të tjera, që të kemi një koalicion bashkëpunimi, ku shumica parlamentare e formon dhe fuqinë e vendimeve parlamentare për të mirën e shtetit. Sipas tij, një koalicion i mundshëm mes LVV-s dhe LDK-s është tepër i nevojshëm, por vetëm nëse LDK-ja ndryshon thelbësisht. Prandaj një koalicion i mundshëm midis LVV-s dhe LDK-s do të ishte shumë i nevojshëm që nuk kupton pushtetin më të fuqishëm edhe më të frytshëm për këtë vend, por jo një LDK që udhëhiqet nga Lumir Abdixhiku, i cili nuk e ka dhënë provimin e leadershipit për të udhëhequr më tutje partinë. Përndryshe në këto rrethana LDK-ja nuk mund të mëkëmbet dhe as të rritet apo sikur dikush i caktuar me qëllim, po ja zën frymën dhe te kjo parti, po përsëritet kot fjala apo refreni rugovizëm në një kuptim tjetër, në kontekstin e asaj që LDK ka nevojë ta pastrojë të orishten e vjetër dhe të argjuar që ka brenda saj, e cila është duke ja elmuar kafshatat
dhe duke ja minuar hapat për të shkatëruar ekzistencën e saj.